Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Shkodrës rreth orës 19 në lagjen Gjuhadol. Një 26 vjeçar është vrarë me armëzjarri në automjetin e tij. Sipas të dhënave të policisë së Shkodrës, bëhet me dije se është vrarë me armëzjarri 26 vjeçari Andrea Çoba, banues në fshatin Bleran të njësisë administrative në rrethina Shkodër, i cili ka qenë duke lëvizur me automjetin e tij, ku shtetas ende të pa identifikuar i kanë zënë prit dhe e kanë qelluar në drejtim të automjetit të tij. 26 vjeçari është gjetur i plagosur brenda automjetit ku kanë qenë banorët e zonës, ata të cilët kanë njoftuar forcat e policisë së Shkodrës. Menjëherë në vendin e ngjarjes kanë mbërritur efektiv të policisë së Shkodrës, të cilët po hetojnë për rrethanat e kësaj ngjarjeje të rëndë që ndodh në qytetin e Shkodrës, ndërkohë që 26 vjeçari është dërguar në Spitalin Rajonal të Shkodrës ku nuk ka arritur të shpëtojë plagëve të marra, pavarësisht ndërhyrjes së bluzave të bardha. Ndërkohë në njoftimin për shtyp të policisë së Shkodrës, uniformat blu raportojnë se dyshohet që viktima të ketë kryer vetvrasje në automjet, pasi gjatë kontrolleve të policisë në vendin e ngjarjes, blut e Shkodrës kanë sekuestruar një armëzjarri pistolet dhe e kanë gjetur në cilësinë e provës materiale një gëzhojë që dyshohet të jetë gëzhoja e armës që i ka marrë jetën 26 vjeçarit.